Trofeu Gilman Bakalli në ciklizëm erdhi në edicionin e tij të 7 duke bërë bashkë rreth 52 garues. Organizatorët, pavarësisht kushteve atmosferike, nuk u ndalën për të vijuar traditën disa vjeçare. Bashkëshortja e ish-deputetit të Shkodrës Gilman Bakalli, Irena, foli mbi rëndësinë e këtij organizimi. Ideja nuk o kanë vetëm thjesht me kujtu një person, sepse të gjithë jemi kalimtar dhe vlera jonë individuale në këtë botë është e kufizume, le ta pranojmë. Por ajo që mbetet është një gjë e mirë, një gjë e bukur që i vlen edhe të tjerëve, që i vlen komunitetit. Bashkia e Shkodër vijon të jetë mbështetëse e këtij aktiviteti, i cili bëri bashkë të apasionuarit pas ciklizmit nga trevat shqipfolse. Megjithse kushtet atmosferike nuk janë shumë të mira, por sa shikojmë tani kanë ardhur edhe nga Kosova ciklistat dhe me këto kushte atmosferike mund të them bravo, një bravo të madhe. Pjesëmarrësit sfiduan kushtet atmosferike duke treguar se sportet dhe garat janë më të rëndësishme se vetë pengesat. Kjo është viti 2 që marr pjesë dhe gora shpresoj që të jetë sa më bukur, sa më fort, uroj që të jetë edhe pa probleme të marrë parasysh kushtet atmosferike dhe terreni që janë shumë i vështirë andaj në përfshotna. Trofeu Gilman Bakalli organizohet që në vitin 2019 në nderim të ish-pedagogut dhe ish-deputetit shkodran Gilman Bakalli. Sporti, sidomos lëvizja me biçikletë, ishte ndër pasionet e tij më të dashura. Gilman Bakalli ndërroi jetë në vitin 2016. Megjithatë, ai la pas një kontribut të rëndësishëm në arsim politike sport, ku kujtimi i tij përmes këtij trofeu do të mbetet gjatë.